pasi ndodhi eksodi parë biblik, u larguan, pastaj u rikthyen. Ju si shqiptar, profesor, jeni hebre, unë jam musliman, na bashkon Shqipnia, na bashkon kodi i vezës. A shihni zgjidhjen tek rrafshimi i shtetit palestinez, apo ju besoni tek konventat ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete? Sepse kjo ju bën ose të rreshtuar tek agenda Benjamin Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, ose tek qasja e Izraelit, shtetit të Izraelit, i cili është antar i OKB-s, apo ju besoni që ne po hymë në një botë tjetër të re, në një rend të ri botror, ku duhet krijojmë Izraelin talmudik, Izraelin që vijon nga Eufrati deri në Nil. Unë do doja ta di këndvështrimin tuaj që ne të jemi qartë për shqiptarët. Vetëm me dimin tim personal, sepse kjo s'ka lidhje me shtetin, pjesën oficiale të shtetit shqiptar, as unë profesor në shtetin e Izraelit. Dua të di që të jemi qartë për shqiptarët. Juve do t'ju tregoj disa gjëra, disa indicira që janë shumë të rëndësishme për neve. E para, në Izrael ekziston një sistem shumë i zhvilluar i drejtësisë, jurisdiksionit. Në ushtrinë izraelite nuk ndodh që me bo një sulm e mos me paralajmëru atë ndërtesë, dëgjoni na do ta sulmojmë me kohë gjysore përpara, gjithë hikni se na kemi dhona sepse aty po ndodhen kaq terroristë. Jep kohë. Te ne në Kosovë kjo nuk ka ndodhur kurrë. Unë jam humanist, unë jam popull dhe mund. Ne na dhem për gjithkën, një jetë e humbur, mbi gjitha jam mjek, neve na dhimet një jetë e humbur e gjithku. Edhe kujdo qoftë. Edhe një fëmijë kundërshtari se kështu që këto gjëra njerëzia nuk i dinë. Pastaj në luftë nuk ka bashkërim, ju tregoj disa gjëra. Sikur të prit që Amerika, Kombet e Bashkuara nuk i sulmoi ka Serbinë. Asgjë po Amerika ka marrë qëndrimin e NATO paktit edhe ka kryer punë më shpejt. Kjo do të shkojë kemandej me vjet. Tash ju tregoj se shteti i Izraelit është ciklet madh me që 40-50 vjet vetëm për Iranit. Edhe kursesit kjo një marrëveshje të mirë me ta që le ta ndalojnë atë zhvillim bombës atomike, ata kanë bërë gati 60%, do të thonë janë afër, kanë qenë afër. Për pak ditë mund të bëhet 90%. Dhe shumë shpejt, bërë 60%, shumë shpejt janë zero bomba. Të tjera në Meksikë këtu janë kanë 1%, 2% aty s'ka. Dhe ajo është një keqe dhe tash kur thelbit të ekzistencës së çështjes palestineze, sepse ajo po e prodhon gjakun. Tash ju tregoj. Ajo po e prodhon gjakun. Tash ju tregoj edhe pse. Edhe sikur kjo të vazhdoj, nuk do të jetë problem vetëm i devastimit edhe veç po ndodh. Me këto bomba e këto veç territori, ju një ekspert i gjeopolitikës, aty po ndodhin helmime të mëdha me rrezatim me gjithçka, se aty sigurisht ka edhe bomba me mbushje nukleare etj. Kështu që ato jesin me qinda mija vjet. Do të ujë, do të atmosferën, do të Evropa, gjithçka kjo shpërndohet. Dhe sa i përket kësaj çështje që po thoni ju për palestinez. Palestinezët kanë bërë gabime të mëdha. Shumë i qartë. Jeni doktor, jeni një hebre talmudik, tash ju tregoj diçka. Apo jeni një hebre i cili beson te konventat ndërkombëtare. Këtë po ju them. Tash ju tregoj diçka. Sigur ndodh që diçka ngjashme këtu te ne. Më thuaj. Ku ka pas grupe ekstreme që kanë qenë të interesuar me marr pjesë në luftën tonë çlimtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe të pranojshëm ata, na ishim shpallë terroristë, na nuk kishim sot lirinë. E vërtet. Ata në lutë, aman mosni me Hamas, është shumë terrorist. Ju e dini më mirë se unë ndoshta, se gati ka qenë marrëveshja mes Palestinës dhe Izraelit dhe e vrana atë udhëheqësin palestinez, po të Izraelit e vranë, dhe u prish marrëveshja marrëveshja e gatshme për shtetin e Isak Rabini edhe ky i PLO-s. Pastaj si proksi e Iranit, edhe Hamasi, edhe Hezbollah dhe gjitha këto, e keqja krejt botës, nuk është vetëm e keqja e Izraelit. Mos mendoni ju që ajo punë, ju një ekspert për gjeopolitik. Izraeli nuk e ka atë mundësi të thellësisë territorit. Izraeli është një shtet i ngushtë. Ne jemi shteti i vogël që nuk ndikojmë dot kërkundër. Nuk mundi kërkundër. Ne po bëjmë debat
Patjetër. Çfarë duhet bëjë një popull, ne jemi Po popull na po flasim për miqtë tanë, na po një flasim popull për që miqtë tanë. shtohen territor, çfarë duhet më bërë? Na jemi të fol për miqtë tanë, na jemi të fol për Izraelin, që na kanë ndihmu në Ata ndjekmi në deklaratë. edhe i kemi ndihmu. Ja kam patjetër Edhe në kjo duhet deklaratë vazhdoj. regjia. Regjia nëse ka mundësi, kjo deklaratë të shpon në vitin 1999. שום דבר איננו משתווה, אולי איננו יכול גם להשתוות, לשואת עמנו. אבל כיהודים איננו יכולים לעמוד מנגד מול המראות בקוסובו של אלפי פליטים שגורשו מבתיהם, של פנים מפוחדות הניבטות מקרונות הרכבות, של ילדים שאיבדו את הוריהם. כיהודים המראה הזה מצמרר אותנו יותר מכל עם אחר. וכיהודים יש לנו אחריות מיוחדת לזכור, להבין ולפעול. Faleminderit regjia. Do me thonë, S'mund ta pyes doktorin, duhet ishte Netanyahu t'ja bënim një pyetje. cilën? Sepse doktori nuk e përfaqëson Izraelin. Tha. Nuk Po t'ishte Netanyahu këtu për shembull, do t'i bëja një pyetje. Ata që keni pritur atje në Izrael, apo bëhet fjalë për se këto Jo. kuptovon. Jo, kjo intervista. video është që në vitin 1999 Benjamin Netanyahu ka folur për masakrat që po bën ndaj fëmijëve të Kosovës, që i ka qenë shumë keq sepse ka thonë që janë i njëjti popull që neve dikur na kanë Po ju mbështetur. tregoj një detaj. Pikërisht, dhe unë do ta pyesja Tash- Netanyahun, nëse do të ishte, më fal doktor. Po si kur të kishte prej atyre dashamirës të Hamasit, a do t'i vlerësonte njësoj zoti Netanyahu apo jo? Jo të bëni pyetje shumë të Jo, jo nëse korrekte. Tash ju tregoj. nëse se do të kishte aty. Ju tregoj një detaj të Njerëz të rëndësishëm. cilët janë me pikpamje të tjera pra. Holokausti Po, është të ebejt konsiderohet specifik vetëm për ebej. Këto vujtje tona në Kosovë, ai i krahason me Holokaustin. Ai e merr afër zemrës sikur me të qenë Holokausti. Po. dakor. Kur ka pas ti doktor, përkraja kaq të madhe po ka- Kosova dhe A që vina të një pikë Pastaj, tjetër, e lam këto vin. pastaj, Jo, unë jo pastaj, rastisht e pyeta profesor shumë doktorin erna- dhe nuk mora përgjigje. A jeni për shtet palestinez sipas konventave ndërkombëtare apo jo? Kaq e thjeshtë. nuk jam për një shtet palestinez i Fare, cili mos ekziston, nuk e përkrah dhe se ka përkrah kur Kosovën. Dhe ju mendoni që kështu Nuk do e të vi përkrahim paqe? kur, Do të ketë nuk e paqe? përkrahim kur një shtet do të ketë paqe, sepse do të vinë forca demokratike në atë region atij. Mos u mërzitni. Sigurisht do të vinë dikush sepse edhe atje popullata është në ciklet prej Hamasit, palestinezët, po edhe në Iran, gjithë Pra, ajo popullat, edhe Mahmud Abbas i Hamasit. edhe gjithë ajo popullat e Iranit, pro-demokratike, në ciklet prej dogmes, Po se ajo ka pas protestat vazhdueshme para se mendohet lufta. Gjysa publik ka qenë kundra dhe tashi, Po edhe Mahmud Abbas i Hamasit është. apo dojmë me ndihmu diçka Yasser çka është e Arafati mirë. është i Hamasit. Yasser Arafati nuk ka qenë i Hamasit. Mahmud Abbasi nuk